Shpëlitja gati 3 mujore e Edi Ramës për të mbrojtur me çdo kusht Belinda Balluku, si dhe shkuarja më tej për të prodhuar ligje të reja që forcojnë paprekshmërinë e bashkëpunëtorje, po përvijohet si një test interesant për të vëzhguar marrëdhënien e tij të re me BE-n. Disa sinjale tashmë janë dhënë. Në fund të janarit, gjatë një mbledhjeje në Bruksel, të grupit punës për zgjerimin dhe vendet që negociojnë antarësimin e BE, Shqipërisë u dha sinjali i qartë se rruga e integrimit mund të pësonte ngecje. Më pas, Komisioni kërkoi në mënyrë ultimative shqyrtimin e imunitetit të Ballukut që shumica qeveritare po e zvarriste. Gjatë vizitës së fundit në Tiranë, kreu i Komisionit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian, David McAllister, në sinkron me ambasadorin Gonzato, përmendën se rasti Balluku nuk është thjesht një çështje juridike, por se në të kundërt ngërthen edhe përgjegjësi politike. Disa vende anëtare të kryesuara nga Gjermania e të mbështetur edhe nga Holanda e Franca kanë ngritur shqetësimin me fjalorin e përdorur kundër gjykatësve dhe prokurorëve, si dhe me ndryshimet ligjore që parashikohen të bëhen për të mbrojtur politikanët e lartë. Qeveria e Tiranës rrezikon të cënojë investimin më të madh të europianëve, reformën në drejtësi. Në fakt, në mbretërimin e gjatë të Edi Ramës, ky nuk është momenti i vetëm i fërkimeve me BE-n dhe shtetet kryesore anëtare, por të gjitha këto ndodhi dhe lëvizje nuk do të kishin pasur asnjë vlerë nëse ai nuk do të kishte përdorur me sukses një atu, atë të vetmit politikan që mbështetste reformën në drejtësi, kundrejt një opozite që ishte shpallur hapur kundër saj. Pyetja është, po tani, ç'ndodh nëse kryeministri heq dorë nga tabuja e paprekshmërisë së reformës në drejtësi? Nëse ai prodhon ligje për mbrojtjen e ministrave të tij? Nëse ai i bëhet pengesë drejtësisë për rastin Balluku? Nga kahu që do të marrë në këtë udhë kryq, do të varet e ardhmja e tij. Jo ajo e një kryeministri vendi i cilit mëton një integrim të shpejtë në BE, por thjesht ajo personale.